Ish banorja e Big Brother VIP Albania 4, Livia Brunga, ka hapur një pyetësor në Instagram, ku është përgjigjur disa prej pyetjeve më të shpeshta nga ndjekësit. Një nga pyetjet më të shpeshta që ajo mori kishte të bënte me Eglin dhe Livia nuk hezitoi të jap një përgjigje, por duke ruajtur një farë diskrecioni. Po, jam në kontakt me Eglin, por nuk kam dëshirë të shes informacione deri kur ajo vetë të vendos të dalë dhe të flas. Mund të shpreh vetëm që Eglin e kam zemër. Çdo gjë që kemi ndërtuar brenda ishte reale, çdo gjë vazhdon siç ka filluar, dua shumë atë buzëqeshjen e saj, shkroi ajo. E pyetur për jetën e saj personale, Livia u tregua e rezervuar, duke theksuar se nuk dëshiron të ndajë detaje, por siguroi ndjekësit se është e lumtur. Nga jeta private nuk kam qejf të ndaj asgjë, por jam e lumtur, besoj mjafton, tha ajo. Një nga pyetjet që tërhoqi më shumë vëmendje ishte nëse Livia do të rikthehej në Big Brother VIP Albania, nëse do t'i jepej mundësia. Ajo u përgjigj me entuziazëm, duke shprehur dëshirën për të provuar sërish veten. Livia përmendi dy emra të rëndësishëm nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, duke treguar se mungesa e tyre i ka lënë boshllëk. Më ka marrë malli për Rozanën dhe Laertin, tha ajo, teksa la të kuptojë se raporti i saj me të ka qenë i sinqert dhe i fortë.